Mirë se vini në kohë reale, gjithë ju miqtë cilët jeni në këto momente në ekranin Radio Televizionit Publik Shqiptar. Është momenti që të nisim pak me programin se çfarë do të kemi në kokat e saj. Pra temat për të cilat do të diskutojmë. Kryesisht te kronika e vendosur edhe ditën e sotme, do të ndalemi pak tek një aksion i policisë i cili nuk ka qenë vetëm për institucionin ton lokal, po mbar kombëtar për shkak se një person, 29 vjeçar me inicialet MZ, banues në Tiranë, dyshohet për shpërndarjen e pornografisë me të mitur. Ka qenë një situatë dhe një ngjarje goxha delikate që do ta diskutojmë pak me të ftuarit në pjesën e parë, përse janë përfshirë dhe institucionet ndërkombëtare në hetimin e këtij rasti dhe ku publikoheshin këto materiale. Sigurisht që është një çështje delikate për shkak se fëmijët janë pjesë e saj, do kemi mundësinë që të marrim të gjitha detajet, jo vetëm me të ftuarit për të analizuar juridikisht edhe psikologjikisht, por edhe në raportim live me ngjarjen. Ndërkohë nga ana tjetër kemi patur një krim makabër në Greqi, përfshihet një shqiptar për fatin e keq. Gjithashtu në këtë ngjarje kemi karem një vajzë, bëhet fjalë për Sulo Halilin, i cili është me origjinë nga Tepelena, dyshohet se është mbajtur peng për disa orë dhe më pas është gjetur në automjet me duar të lidhura i djegur brenda saj. Ka qenë një ngjarje që ka tronditur të gjithë shqiptarët, por edhe komunitetin shqiptar në Greqi, por jo vetëm. Edhe mediat greke kanë raportuar rastin në fjalë dhe pritet që të kapen autorët e ngjarjes, po edhe ata cilët janë të dyshuar. Do kemi lidhje live nga Greqia për detajet që mund vinë nga kjo ngjarje dhe të hidhen poshtë detajet të cilat për shkak edhe ndoshta të vrullit mediatik dalin dhe ndoshta dëmtojnë edhe familjen, siç ka qenë edhe lajmi i ndarjes nga jeta të nënës së Sulo Halilit. Dhe gjithashtu do të flasim pak për sa i përket një teme sociale, siç është në Australi, ku rrjetet sociale janë të bllokuara për një moshë, një target, ata të cilët janë nën moshën 16 vjeç. A mund të aplikohet kjo edhe në Shqipëri? Do ta diskutojmë pas siglës. Fillojmë. Mirë, jemi gati për të nisur me programin, do të ndalemi pak tek drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike për kapjen e një 29 vjeçari i cili është me inicialet MZ për shkak të shpërndarjes dhe përhapjes së materialeve pornografike me të mitur. Sigurisht ndër materialet më sensitive, por dhe krimet më të rënda, edhe për shkak të sigurisht jo vetëm grup moshës që përfshihet, po edhe për shkak se ndodh në situata të paimagjinueshme, aq më tepër në Shqipëri. Kemi një aksion i cili nuk është vetëm i policisë tonë, po përfshihen dhe institucionet ndërkombëtare, siç e thash në hapje, do kemi pak të dhënat të cilat do zbulohen për rastin e Sulo Halilit, gjithashtu në bisedën që do kemi me Edmond Gurin, po më duhet ta nis me kolegen Albana Qiriaku, cilën e kam në këto momente në lidhje direkte, por jo vetëm, do të kem Belinda Mustafën, e cila është psikologe, dhe Enida Bozhegun, avokaten. Mirë se vini, kënaqësi që ju kam. Po e nis direkt me Albanën për të marrë informacionet e fundit. Albana, çfarë dim për rastin në fjalë, cilat vende kanë qenë në këtë aksion policor për të kapur 29 vjeçarin dhe sa kohë mendohet dhe dyshohet që këto materiale janë shpërndar dhe ku janë shkarkuar ato, nga janë shkarkuar? Flori, siç e the ti, një super operacion ka rezultuar i suksesshëm i policisë, pra po jo vetëm i policisë shqiptare, duhet të theksojmë që ka qenë një operacion ndërkombëtar i policisë, ku në pranga ka rënë një 29 vjeçar dhe për arsye sigurie sigurisht nuk bëhet i ditur emri, vetëm inicialet e tij janë MZ. Prej disa muajsh policia bavareze, policia Europoli, pra dhe policia shqiptare kanë qenë nën hetim të këtij personi pasi ata kishin rënë në gjurmën e tij, i cili shpërndante materiale pornografike me të mitur. Pasi është hetuar në mënyrë të detajuar dhe ka arritur në konkluzion, menjëherë të dhënat janë çuar organeve kompetente, pasi është nxjerr vendimi nga gjykata për urdhrin e arrestit, është arrestuar 29 vjeçari me fakte të plota, pra pasi është bërë dosja gati me të gjitha të dhënat e dokumentuara dhe sot 29 vjeçari ndodhet përpara togave të drejtësisë dhe aty do të merret vendimi për të.
Problematika është që ai shfrytëzonte të miturit me anë të rrjeteve sociale për t'i përhapur atyre materiale pornografike dhe ka qenë pikërisht policia, pra dhe më saktë drejtoria e hetimit e krimit kibernetik, e cila e ka ndjekur këtë procedurë, duhet themi që ka disa muaj që ai është në vëzhgim dhe më fundu konkludua me këtë aksion suksesshëm. Pra, këto video regjistroheshin nga 29 vjeçari me të mitur apo ai shkarkonte materiale diku dhe më pas i shpërndante në rrjetet sociale? Shpërndaheshin. Ato shpërndaheshin, ishin video të gatshme të cilat shpërndaheshin tek të miturit. Po ku që shpërndaheshin tek të miturit, po jo se të miturit ishin prezent në këto video? Po. Jo, ato shpërndaheshin tek të miturit. Okej. Nëse ka ndodhur kjo shpërndarje tek të miturit, bëhet fjalë për shpërndarjen që janë bërë vetëm në Shqipëri, apo bëhet fjalë në faqe të cilat kanë patur edhe një zgjerim më të madh të audiencës, për sa kohë që është futur dhe policia bavareze, gjithashtu po më thojë edhe Interpoli. Po pra, nuk bëhet fjalë vetëm për në Shqipëri, pasi shpërndarja e tyre ka ndodhur, janë shumë vende të cilat kanë hyrë në aksion, pra janë shumë polici të cilat kanë hyrë në aksion, ju thash, ka qenë policia bavareze, ka qenë Europoli, janë disa shtete, sepse siç e dimë, rrjetet sociale janë të aksesueshme nga shumë vende. E kuptoj, po kur thua në rrjetet sociale, këto faqe ku ishin, në cilat rrjetet sociale kanë qenë publikuara? Kemi informacion në TikTok, në Instagram, në Facebook, në YouTube? Janë disa detaje, Flori, janë disa detaje të cilat qoftë edhe emri, që ne i dhamë vetëm iniciale, edhe të këto detaje se ku janë shpërndar specifikisht në cilat rrjete mbahen për arsye hetime dhe për arsye jo për të bërë akoma më herët, pra për të bërë të ditura, nuk flitet specifikisht se në cilin rrjet, por më së shumti mendohet në Facebook. Mendohet që t'jetë në Facebook. Kanë qenë video me profesionist apo video me amator të regjistruara? Kjo nuk është bërë e ditur, pasi 29 vjeçari i merrte të gatshme video, se nga i merrte, domethënë kjo është punë të cilët e ka policia ka ndjekur në hetim dhe kanë qenë video të gatshme të cilat shpërndaheshin. Si? A ka qenë ai i martuar, kishte një familje, jetonte vetëm, jetonte me miq, jetonte me... Po mbahet sekret gjithçka, pasi është një temë. Po. Qartë, unë ta thash edhe para pak, është një temë shumë sensitive dhe për arsye nuk duhet merret vesh se cili është. Po mirë, po ne do marrim disa informacione, Albana, se ti mi the mua që është sensitive, po. Për të kuptuar ne, a është i martuar, kjo nuk dim ne nëse... Patjetër që po, por ende ne nuk kemi ende asnjë të dhënë tjetër për personin, vetëm inicialet e tij dhe moshën. Vetëm moshën, ka qenë në një rrethin të Tiranës apo në kryeqytet në qendër? Tani Në Tiranë, do me thëmë të dhënat që ne kemi janë në Tiranë, brenda në Tiranë. E qartë, e kuptova. Mirë, faleminderit Albana atëherë që të pata në raportim. Për ta diskutuar pak me Bozhekun. Enida, një 29 vjeçar tani detajet kuptojnë që nuk mund të shpërndahen, po këto janë ndoshta detaje që nuk zbulojnë identitetin e personit në fjalë. Megjithatë, është kapur një 29 vjeçar që materialet i shpërndante tek të miturit. Në këtë rast, pra, duket sikur lajmi u shpërndaj që ishin të miturit pjesë e këtyre videove. Dhe kjo do t'ishte akoma dhe më e rëndë, besoj. Edhe në masën që do të merrin ndaj tij. Me thënë, vetëm në pjesën e parë, dëshkimi nga ana penale është shumë i ulët. Do thotë, kur ka të bëj me shpërndarje videosh, në të si këto video i shpërndahen të miturve, pra tek të miturit, apo ku ka fëmijë, ambiente ku ka fëmijë, dënimi është deri në 2 vjet, që do të thotë është qesharak për sa i përket atyre që mund të jenë efekte, dëmet dhe ndikimi që krijon tek rritja psikosociale dhe mbi gjitha psikoseksuale e fëmijëve. Nuk e di rastin tani në mënyrë detajuar, por nuk mendoj, derisa janë të përfshira të gjitha rrjetet prokuroriale Europoli dhe është kryer, me sa po kuptoj nga informacionet që ofruat përmes rrjeteve sociale, pra botës së internetit, kam përshtypjen që brenda ndosje do të ketë gjëra shumë herë më skandaloze dhe më problematike, sepse zakonisht padyshim. Pse? Se kur kemi të bëjmë me rrjete, do të thotë që shkëmbimi i informacionit që merret dhe jepet në lidhje me video pedopornografike kanë një fillim, kanë një linjë përcjellëse, kanë një fund. Çfarë duhet të them? Që dikush prodhon këto video. Ato video ja vën në dispozicion një tjetri. Ai tjetri i hedh në rrjet për të tretë. Të
drejtët e shpërndajnë akoma tek të tjerë. Pra duhet kuptuar që personi i arrestuar sot nga policia shqiptare, në cilin nga haukat e këtij rrjeti është. Pra cili është roli real i tij, sepse të thuash vetëm, se pak nga informacioni që jepet, ky i shpërndan në ambiente ku ka fëmijë, më duket shumë pak. Shumë pak për të qenë e përfshirë në një rrjet kaq shumë të shtrirë që kërkesa Se tani kam një ndryshim, Enida, cili është ndryshimi i këtij rasti me një rast me faqet të cilat janë faqe pornografike, të cilat edhe, domethënë, cili është ndryshimi? Ktu dua të kuptoj. E kuptoj pra. Por ama, jam dakord, por ku e kam fjalën? Jo gjithmonë janë të bllokuara në internet këto faqe për cilat po flasim, pra faqet e webit në ndryshim nga kjo. Dhe kur ngrej pyetjen, i kemi të bëjmë me të miturit janë pjesë, janë protagonist në video, apo të miturit janë vetëm njerëz të cilët janë vetëm të ekspozuar ndaj? Tani këtu është problemi dhe diferenca për të kuptuar. Të miturit janë, unë nuk e di se si është akuza dhe nuk mund të flas në ajër, por me logjikën. Edhe unë këtë po përpiqesh atë nga Albana. Nëse jemi vetëm në masë në të cilën video pornografike ku nuk specifikohet a janë me të rritur, me të mitur, pa të mitur, me të rritur e tjera forma të tjera të shkëmbimeve të marrëdhënieve seksuale, me të rritur apo të mitur, dhe i shpërndahen të miturve, dënimi është deri në 2 vjet, apo në ambiente ku ka fëmijë. Në këtë rast jemi në rrjetet sociale. Ndërsa, nëse kemi të bëjmë në shpërndarje të materialeve në të cilët ka pornografi minorile të pastër, pra që janë fëmijë të identifikueshëm që janë element pornografik, s'di se ta them. Qartë, janë pjesë. Kuptohet që dënimi shkon deri në 10 vjet, sepse janë fëmijë pjesë e lojës. Nëse akoma më shumë roli i këtij shqiptari ka qenë që të gjejë të miturit, t'i fusi në këtë linjën e kryerjes së akteve seksuale, me të rritur nëpërmjet rekurtimit, përdorimit, shtrëngimit dhe formave të tjera, dënimi shkon akoma më lart dhe shkon deri në 15 vjet. Pra, duhet kuptuar cili ka qenë funksioni i këtij djalit shqiptar në raport me dinamikën e gjërave. Nuk mendoj, për shkak të rëndësisë së shteteve të angazhuara, që të jetë ekskluzivisht vetëm me shpërndarje tek të miturit. Qartë, se kjo është ajo çfarë të bën përshtypje. Edhe mua kjo më bëri përshtypje. Pra, nëse është vetëm në shpërndarje, futen shumë institucione në lojë për të qenë vetëm në shpërndarje. Do ta kishte kapur policia, do. Jo, ajo është kapur, sepse derisa bëhet në rrjete, duhet kuptosh një gjë, që zakonisht kur ndodhin çdo lloj shkëmbimi materialeve pornografike, pastaj pedopornografike janë akoma edhe më të kriptuara. Çfarë do të thotë? Që janë shumë të kujdesshëm pedofilët, këtu kemi të bëjmë me pedofil në tërësinë e rasteve, kur shpërndajnë materiale me të mitur, të kryerjeve së akteve seksuale, shpeshherë janë vetë protagonistë. Ata që janë pjesë e kësaj loje në shpërndarje. E qartë. Janë pjesë e lojës të quajmë. Ndërsa në raste të tjera janë thjesht ndërmjetës që kanë kënaqësi në konceptin voyeurist. Prandaj dhe çështja po mbahet e mbyllur e para sepse është me detyrim për sa i përket kodit tonë për të mbrojtur kodin penal. Sigurisht, pastaj se kjo është shumë sensitive, po. Jo, kjo mbahet kështu, jo për shkak të subjektit që shpërndan materialin, që mund të jetë pedofil ose jo, varet. Por më shumë për faktin se ka të bëjë me viktimat të mitur. Dhe viktimat janë ato, në gjithë historinë, që janë protagonistët e këtyre videove, apo përfituesit në thonjza, përfituesit fundor të videove. E kuptova, okej, të falenderoj Enida, për të përfshirë pak edhe Belinën gjithashtu, me që në aspektin se si ndikon tek një fëmijë, parja e videove të tilla pornografike, shpërndarja e tyre, pra çfarë si ndikon psikologjikisht tek një fëmijë një situatë e tillë? Një situatë e tillë, nëse marrim situatën që ata thjesht kanë parë video pornografike, kur materialet pornografike përfshin qoftë të mitur, por edhe të tjerë, të miturit e tjerë, përballen me një situatë jashtëzakonshme të rrezikshme. Janë të ekspozuar ndaj çdo lloj rrezikshmërie me pasoja të thella psikologjike dhe sociale. Duhet të kuptohet se çdo ekspozim ndaj i fëmijëve ndaj këtyre pamjeve është një formë e qartë traume. Fëmijët që i shikojnë këto video
edhe pa dashje përjetojnë një shok, frikë dhe konfuzion të madh emocional dhe seksual. Truri një të mituri nuk është i zhvilluar për të përpunuar për mbajtje të tilla, prandaj këto pamje mund të krijojnë angst, çrregullime gjumi, regres emocional dhe një normalizim shumë të rrezikshëm të sjelljeve deviante. E kuptoj. Në shumë raste fëmijët Kur shfaqen këto? Edhe një herë lutem? Kur shfaqen? Kur mund të shfaqen këto sjellje deviante? Sjelljet mund të shfaqen që në momentin që janë të ekspozuar ndaj këtyre pamjeve, por mund të vinë edhe në adoleshencë. Pra, adoleshenca është mosha më e rrezikshme ku mund të shfaqen sjelljet deviante. Në qartë. Mirë, Belinda, të falenderoj shumë për analizën psikologjike që na solli në këtë rast. Enida, për ta mbyllur bashkë, çfarë ndodh kur përfshihen institucionet ndërkombëtare gjithashtu në hetimin e një çështje? Ai besoj do gjykohet në ligjet shqiptare apo jo? Këto janë pjesë e cybercrime. Tani, kur kemi të bëjmë me cybercrime ose krimi kibernetik, problemi lidhet me kompetencën, pra kush është ai organ hetimor që e ka hapur i pari. Dhe a janë grupa apo jo. Pra çfarë do të thotë? Dy janë versionet në të rast. Nëse kanë hapur pala europiane, gjermane, belge, kush mund t'jeni përfshirë, italiane, me bindur, do t'jetë diçka më komplekse, ai që ka hapur i pari mund të kërkojë në kuadër të një grupi apo organizate kriminale, përgjithsisht janë organizata që merren kur janë në rrjete kaq të gjëra, mund të kërkojë ekstradimin e këtij shqiptarit për t'u dënuar atje. Pra mund ta kërkojë një ekstradim. Mund ta kërkojë ekstradimin atje për t'u gjykuar atje. Mund ta kërkojë Shqipëria, por se varet se si ka ndërhyrë, pra, këtu duhet kuptuar. Apo Shqipëria është thjesht sinjalizuar si partnere dhe ka hapur Shqipëria ndërkohë një hetim të vetin për këtë. Pra duhet parë se si është roli i Shqipërisë në këtë drejtim. Kam përshtypjen që në fund ai do gjykohet në Shqipëri për pjesën që është e tij. Nuk ka për të ndodhur ndonjë as ekstradim, as një gjë lidhje për gjykimin e tij. Jam e bindur që do gjykohet tu për shkak të principit të reciprocitetit që ne kemi, ku kjo vepër penale është e parashikuar në Shqipëri dhe ai efektivisht vendi kryerjes përmes IT-s, sepse aty e kanë kapur, e kanë gjurmuar, është identifikuar vendodhja e kryerjes së krimit në Shqipëri. Por gjithmonë kjo do të shihet me shumë kujdes nga si do të vinë kërkesat e cilës prokurori e ka hapur e para hetimin. Dhe mund kërkohet ekstradimi. Dhe një herë, cilat do të jenë ajo masat që mund të rrezikojë personi në fjalë nga një gjob deri në Savitaburg? Fillon nga minimumi për vetëm shpërndarjen tek fëmijët është 2 vjet. Pra nga 2 vite, e kuptoj? Deri? Nëse ai e ka shpërndar, po marr vetëm shpërndarin me atë që dëgjuam. Materialin pedopornografik në internet të fëmijëve shkon nga 3 deri në 10 vjet, duke parë sa është numri i viktimave, kujt i ka shkuar, si i ka shkuar, çfarë pasojë është krijuar. Dhe në rastin kur ai ka rekurtuar, nëse ka rekurtuar fëmijë, i ka përdorur ata për të bërë video, për të xhiruar apo i ka shtrënguar, që normalisht janë në shtrëngim, janë të mitur në shpërndarjen e, duhet parë përsa që këtu shkon deri nga 5 deri 15 vjet. Duhet parë cila dispozita normative së pornografisë i përshtatet kësaj situate në mënyrë të pastër. Tani prokuroria ka thjesht pjesën e parë që vjen si pasojë e hetimeve të koordinuara. Akoma nuk mendoj që ka përcaktuar saktë dispozita normative referente. Do ta shohim vazhdimin, Enida. Falenderoj gjithmonë. Kënaqësi kur flasim bashkë.